Sura Sad flet për një mesazh vërtet të madh. Po, një mesazh aq i rëndësishëm sa mund të na kaloj pa e vënë re. Atëherë pyetja shtrohet: cili është ky mesazh dhe pse duhet të na interesojë? Le t'i hyjmë brenda kësaj sureje e të zbulojmë mësimet e fuqishme që ka për ne. Tani, kjo është një deklaratë goxha e fortë, apo jo? Ideja që mund të jemi duke e injoruar diçka kaq të madhe, pa e ditur fare. E po pikërisht për këtë do të flasim. Le të zhytemi më thellë për të parë se cili është ky mesazh dhe si këto histori të lashta lidhen me jetën tonë, këtu e sot. Mirë, për të filluar ta deshifrojmë këtë mesazh, duhet të nisemi nga një pyetje themelore që shumë kush e bën: a gabojnë ndonjëherë profetët? Në fund të fundit, ata janë shembujt tan, njerëzit më të urtë, por a janë të pagabueshëm? Për t'ju përgjigjur kësaj, sureja na çon tek historitë shumë njerëzore të dy profetëve, Davudit dhe djalit të tij, Sulejmanit. Ktu, gjërat bëhen vërtet interesante. Gjithçka nis me mbretin Davud. E kemi fjalën për një lider të urtë, të fuqishëm, dhe pikërisht kur mendon se gjithçka është nën kontroll, ai përballet me një situatë krejt të papritur. Dy persona i vijnë përpara me një mosmarrveshje, një test i vërtet për gjykimin e tij. Pra, çështja duket e thjeshtë në fillim. Njëri thot: "Vëllai im ka 99 dele, unë vetëm një, dhe ai e do edhe këtë timen." Davudi, si gjykatës i drejtë, i jep menjëherë një vendim, duket se padrejtësia është e qartë. Por ja ku qëndron thelbi. Mësimi nuk është tek vendimi nxituar, por tek ajo që ndodh më pas. Ai e kupton në çast se kjo nuk ishte thjesht një mosmarrveshje, por një sprovë për të. Dhe reagimi i tij, pendimi menjëhershëm. Ta mendojmë pak këtë. Një lider një kalibri të tillë që pranon se mund të ketë gabuar dhe këtë e bën në sekonda. Kjo flet vëllime të tora për rëndësinë e vedijes dhe për ulësisë, dy virtyte që janë thelbi i një udhëheqje të vërtetë. Tani kalojmë tek i biri, profeti Sulejman, dhe sprova e tij krejtësisht ndryshe. Këtu nuk kemi një konflikt të jashtëm, por një betejë të brendshme. Një pasion, një dashuri e madhe për diçka që rrezikon ta shpërqendrojë nga ajo që ka më shumë rëndësi. Në rastin e tij ishin kuajt. Për ne sot mund të jetë puna, një hobi apo ndoshta telefoni që kemi në dorë. Sa lehtë mund të na rrëmbejë diçka dhe të na bëjë të harrojmë qëllimin ton kryesor, por madhështia e Sulejmanit, ashtu si e babait të tij, qëndron pikërisht këtu, në aftësinë për ta kuptuar këtë shpërqendrim dhe për të korrigjuar menjëherë kursin. Pra pam sprovën e gjykimit dhe atë të pasionit. Tani, suraja na prezanton me një tjetër gjigant shpirtëror, profetin Ejub, i njohur si mjeshtri i durimit. Dhe historia e tij na përball me ndoshta pyetjen më të vështirë që mund të bëjë njeriu: pse ekziston vuajtja? Dhe si mund ta përballojmë ato? Pikërisht këtu, në këtë histori, gjejmë një përgjigje të thellë për kuptimin e besimit, sidomos kur gjërat shkojnë keq. Imagjinoni pak, ai humbi gjithçka: familjen, pasurinë, madje edhe shëndetin. Çdo gjë që mund t'i japë siguri një njeriu, atij u mor. Dhimbja duhet të ketë qenë e papërshkrueshme. Por çfarë bëri ai? Ai u drejtua Zotit, e shprehu dhimbjen, ankesën, vuajtjen, por kur nuk u rebeloa. Dhe ky është thelbi i durimit të vërtet. Nuk do të thotë të mos ndjesh dhimbje, por të mos e humbasësh besimin kur ke humbur çdo gjë tjetër. Dhe shpërblimi? Vlerësimi më i lartë i mundshëm vjen direkt nga Zoti, i cili dëshmon: ne e gjetëm atë të durueshëm. Kjo është e jashtëzakonshme, tregon se durimi ynë nuk kalon pa u vënë re. Por historia nuk mbaron me kaq. Sureja na shtyn të shkojmë edhe më thellë tek rrënja e gjithçkaje, duke bërë një pyetje edhe më themelore. Nga vjen e gjithë kjo betejë mes të mirës dhe të keqes? Përgjigja na kthen pas në kohë, fare në fillim, në agimin e krijimit. Në atë moment kyç, kur u dha urdhri për t'u përulur, u kristalizuan dy qëndrime që do të përcaktonin historinë: bindja absolute dhe rebelimi kokfort. Dhe arsyeja për këtë rebelim nuk ishte ndonjë filozofi e komplikuar. Jo, ishte diçka shumë e thjeshtë, por tepër e rrezikshme: krenaria. Argumenti ishte: unë jam më i mirë. Ja pra, kjo na tregon se konflikti më i madh nuk është jashtë nesh, por brenda. Është betejë e përjetshme mes përulësisë dhe krenarisë, mes egos dhe dorëzimit. Okej, le t'i mbledhim pak. Kemi pendimin e shpejtë të Davudit,
Rivendosjen e fokusit nga ana e Sulejmanit, durimin e jashtëzakonshëm të Ejubit dhe në anën tjetër, krenarinë shkatëruese të Iblisit. Tani, cili është ai mesazhi i madh që i lidh të gjitha këto? E dini çfarë është interesante? Sureja i përgjigjet vetë kësaj pyetjeje. Ajo thot se i gjithë Kurani, përfshirë këto histori, nuk është gjë tjetër veç se një përkujtim. Një rikujtesë të vërtetave universale që ne, në rrëmujën e jetës, kemi prirjen t'i harrojmë. Pra, çfarë marrim me vete nga i gjithë kjo? 4 mësime praktike të qarta si kristali. Së pari, si Davudi, gabove, pranoje dhe kthehu menjëherë. Së dyti, si Sulejmani, kujdes pasionet, mos lejo të largojnë nga qëllimi kryesor. Së treti, si Ejubi, kuptoje se durimi në vështirësi ka një fuqi të paimagjinueshme. Dhe së katërti, leksioni më i rëndësishëm, kur mos u bëj si Iblisi, mos lejo që krenaria të mbjellë farën e konfliktit. Sepse në fund të ditës, këto nuk janë thjesht histori të së shkuarës. Janë pasqyra ku secili prej nesh mund të shohë reflektimin e jetës së vet. Dhe ky, pra, është mesazhi i madh i sures Sad, një udhërrëfyes universal dhe i përjetshëm. Kështu që, pyetja përfundimtare mbetet për t'u menduar si ndikon ky përkujtim në historinë që po shkruajmë çdo ditë. Kur përballemi me një gabim, një pasion të fortë apo një vështirësi, në cilin prej këtyre shembujve e gjejmë veten?